Edhe për të 17 herë deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk arritën të zgjedhin kryetarin e Kuvendit. Në fillim të seancës, kryesuesi Avni Dehari kërkoi konsultime përfaqësues të partive politike. Pas përfundimit të takimit, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, thanë se kërkesa e lëvizjes vetëvendosje ishte që vazhdimet e seancave të mos bëheshin çdo 40 tetor, ashtu siç e kërkon rregullorja e Kuvendit, por një herë në javë. Pas refuzimit të tyre, drejtuesi Dehari kërkoi nga partitë politike të propozojnë nga një përfaqësues për të mundësuar votimin e fshehtë për të zgjedhur kryeparlamentarin e ri, por sërish partitë opozitare dhe lista serbe refuzuan ta propozonin një përfaqësues, duke bërë që seanca të ndërpritet dhe vazhdimi i saj të thirret pas 40 tetorësh, të hënën në orën 10:30. Që nga betimi i deputetëve më 19 prill, Kuvendi i Kosovës ka hyrë në ngërç pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri, të njëjtën pas një takimi të thirrur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me përfaqësues të partive parlamentare. Ajo tha se nuk u arrit dakordësi, ndërsa paralajmëroi se çështjen mund ta çojë për opinion në gjykatën kushtetuese nëse do të ishte e nevojshme. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar Albulena Axhiun për kryetare të Kuvendit, por emri i saj nuk arritur asnjëherë të marrë 61 votat e nevojshme.